Apo diaspora nuk ka qenë në fokusin e PSD-s? Diaspora ka luajtur më shumë te dy partitë më dha dhe te këto parti çka të reja që dilin sikur do ishin Mao Zedongi pas zgjedhjeve, që do ishin quajnë laj, do ishin Likuania, gjithë, domethënë para zgjedhjeve gjithë ishin shpëtimtar, tani megjithëse po marrin një mandat e nuk i dihet, janë na 2500 qendra tjera. Edhe kjo formula elektorale që nuk e shpjegoj njëri, tregon që ato presidentore i merr 65% PS-ja, 35% PD-ja e para ose dyta e qarkut. Kështu që kjo është pak, më thënë, kjo është strada politike shqiptare. Unë ndihem shumë i fyer që na duhet neve gjitha njerëzve që kemi pak integritet me u marrë me këto lloj gjërash, po ja që neve jemi për të marrë me këto lloj gjëra, se këto të fyjnë inteligjencën. Kemi 4 njerëz këtu që po fyjmë inteligjencën tonë duke shpjeguar të pashpjegueshmen. Do të thënë që ti shpjegosh shqiptarëve që Sali Berisha është i keq, vllash, i konsumore të gjitha, po për inat Sali Berishës me 97, me 91, me 92 na ke bërë peshqesh Edi Rama, nuk ta kupton njëri. Na mbajtën 16 vjet Edi Rama dhe jemi një popull, siç e tha zotëria e nderuar, jemi një popull që ndoshta ata që e kanë votuar nuk e kanë parë kështu, kanë dëgjuar premtimin për pasaportën europiane, edhe për integrimin në BE dhe ndoshta ka qenë kjo joshja e atij elektorati që e mbajti edhe për një mandat. Nuk të duhet shumë për të joshur një popull të uritur. Problemi është që unë po flas për logjikën e munguar të popullit im dhe juaj. Të populli jonë. Po, mbase kemi edhe ne